Vakfi I parë I dokumentuar në dësht shqiptar është ai manastirit që vakëfnoi Sungar Qaush Beu në vitin 1434. Pastaj vakfi I Ishak Beut I themeluar në Shkup në vitin 1444. Vakfi I Suzi Qelebiut në Prizren në vitin 1513. Vakfi I Kuklibegut në Prizren 1538. Vakfi I 5 herë Sadrazemit, Koxha Sinan Pashës, dhe lista vazhdon me vakfe të personalitete dhe familjeve të shquara shqiptare, si Bushatlinjëve të Shkodrës, Mahmud Begollëve të Pejës, Kurt Pashajve të Gjakovës, Borgjinollëve të Tiranës, Biçakçinëve të Elbasanit, Derallajve të Tetovës, Ngurzajve të Beratit, Ali Hajdar Begollëve të Kavajës, Rotlajve të Prizrenit, Gjinollajve të Prishtinës dhe shumë të tjerëve që është e pamundur të përmendim të gjithë këtu. Sekundë gjë është e pamundur të përmenden dhe të rënditen edhe të gjitha llojet e vakëve të themeluar në trojët shqiptare, si dhe fushat e shërbimit të tyre, sepse ato përfshin të gjitha aspektet e jetës fetare, po ashtu edhe kulturore, sociale dhe humanitare. Për më tepër, roli I vakfit ka qenë vendimtar në formimin, ndërtimin dhe zhvillimin e shumë lagjeve, kasabave dhe qyteteve shqiptare.